policia Lia pronari Argjendaris. Çfarë ka ndodhur sot? Në orën 3:30 është hapur dyqani me kriko, makine. Është hapur, ka rënë sistemi alarmit edhe ka nikur ata. Nuk kanë trazuar absolutisht asnjë gjë. Nuk është vjedhur gjë? Asnjë gjë. Vetëm se dyqani im është vjedhur mbi 3 herë. Gjatë kohës që unë e kam hapur si biznes. Dhe nuk janë Edhe kapur. 2 herë e para nuk janë kapur fare. 2 herë, 3 herë mund të jetë vjedhur. Të shikojmë këtra. Ke besim se mund të Kam zbardhet? besim në medias. Po në policia? Nuk e di, nuk e di. Herë tjetër, sa ka qenë dëmi? Demi pësi ka qenë i madh mbi 15.000 euro. Keni frikë për veten, për biznesin? Kemi frikë për biznesin. Nuk shesim dot, nuk qëndrojmë dot se urdhron. Se që është bërë. Mendon që është e njëjta dorë që ka ardhur? Nuk ishte e njëjta dorë. Dyqani im është vjedhur para 15 vjetësh atëre. 2 herë, 3 herë. Tash përsëri. Cili ka qenë shkaku, cili dyshoni se ka qenë shkaku që ata nuk kanë vjedhur gjë? Sot. Shkaku u mirë, ai pash gjenjen nuk ka Sepse vjedhur. erdhi policia. absolutisht. Alarmi apo policia? Alarmi. Erdha unë, nuk hyra dot se nuk me la policia. Që të hynja tash ku mbaruan këta pash gjendje absolutisht asnjë gjë se gjë. Edhe këtë ditë, kamerët e sigurisë kanë filmuar njëri? I kanë filmuar, janë me maska. Janë me maska. Sa persona? 3.